Oskar Glauk ishte protagonisti kryesor i ndeshjes mes Shqipërisë dhe Izraelit, pasi goli i tij ishte ai që u dha fitoren miqve në Air Albania. Por përtej golit, lojtari i Ajaxit u bë protagonist edhe me festimin e tij provokues kthyer ndaj tifozëve shqiptar, duke u bërë shenjë të heshtnin. Kjo solli reagimin fillimisht të Hysajt dhe Hoxhës që u përplasën me të, duke krijuar konfuzion në fushë, ndërsa trajneri i Izraelit, Gal Cohen, e zvendsoi menjëherë futbollistin. Unë e mirë kuptoj Oskar. Mu deshta hiqja nga fusha në mënyrë që situata të mos përshkallëzohej. Jam i lumtur për të se është një nga lojtarët tanë kryesor, tha trajneri për vendimin për të zvendësuar futbollistin. Ndërkohë, vetë futbollisti as nuk është qetësuar pas ndeshjes, e përkundrazi ka treguar se ka vepruar me vetdije të plot, duke i qëndruar atij veprimi që bëri në fushë ndaj tifozëve shqiptar. Nuk mund ta lija të kalonte. Na vërshollien gjatë himnit. Isha i ndezur që në fillim të ndeshjes. Emocionet dhe goli më çuan ndaj saj dhe nuk jam penduar. Shokët e skuadrës më mbrojtën më së miri. Jam i lumtur më shumë për këtë se çdo gjë tjetër. I dua secilin prej tyre, sepse më mbrojtën. Lojtarët shqiptar nuk më intereson. Unë lash fushën e lojës më pas se nuk desha që të më dëmtonin. Jam i lumtur që i solla krenarin njerëzve tanë, tha futbollisti i Izraelit. Ndeshja në Tiranë ishte e vetmja miqësore në qershor për Izraelin, pasi Shqipëria ishte e vetmja që pranoi të luante me të. Të gjithë përfaqësueset e tjera europiane e kanë shmangur ekipin, i cili për shkak të situatës së luftës është përballur me kontestime dhe udhëton gjithmonë në kushte ekstreme sigurie. Për më tepër, shumë prej tifozëve të përfaqësuesve europiane kanë kërkuar që të bojkotohen edhe ndeshjet zyrtare me Izraelin. Dhe bamirësinë që vendosi të bënte FSHF në një situatë të tillë e shpërbleu më së miri Glauch me gjestin e tij ndaj tifozëve shqiptar në fushën e lojës. Kombëtarja e Shqipërisë u përball dje me Izraelin në stadiumin Air Albania. Sfida u humb me rezultatin 0-1 nga kuqezimtë. Oskar Glauk shënoi në minutën e 73 dhe provokoi tifozët. Ishte Elseid Hysaj që u përplas me të. Tensioni mbeti vetëm tek ai episod. Pas vërshollimës përfundimtare, të dyja skuadrat po takoheshin në mënyrë miqësore. Sqarimet mes lojtarëve të Shqipërisë dhe Izraelit nuk munguan. Ndër të tjera, shikohet kapiteni Berat Gjimshiti, që po fliste me Manor Solomon. Të dy luajnë në Serie A. Ish futbollisti i kombëtares shqiptare, Redi Jupi, ka analizuar paraqitjen e parë të Shqipërisë në drejtimin e trajnerit Rolando Maran, dhe i ishte dukur një ndeshje me shumë luhatje. Ai bëri të qartë se priste diçka më shumë nga tekniku, ndonse theksoi se i duhet dhënë kohë pasi ishte vetëm fillimi i punës. Gjithmonë humbjet në shtëpi nuk janë të mira, dhe me një ekip i cili me të vërtet ka një rezultate që thelloi diferencën raport me ne sa i përket fitoreve, por është një kundërshtar i përballueshëm në mundësitë tona për ta mundur. Një ekip që teknikisht që luan mirë, me lojtar të shpejt, por e ka të vështirë për të shënuar. Kishim më shumë mundësi të vinim në vështirësi. Mua më pëlqeu deri diku pjesa e parë, por pjesa e dytë nuk është se shkëlqeu në pjesën e parë, por ishin pak më mirë. Por në pjesën e dytë ishin më konfuz. Deri në fund ishim konfuz me lojën. Disa lojtarë nuk u fruten si presin, por në përgjithësi nuk mund të quhet një ndeshje pozitive, se me humbjet në shtëpi do ishte pak paradoksale t'i quanim të tilla. Golat, ky nuk është problemi më i madh. Mungesa e shënimit patjetër na shqetëson, se po të mos shënosh gola, për të mos humbur ndeshjen duhet të barazosh të paktën. Problemi që mua nuk më pëlqeu është konfuzioni, që është pak e vështirë dhe më duket limit që të kesh një mënyrë loje në kokë. Dhe pastaj atë limit tua përshtatësh lojtarëve që mbase nuk e kanë të përshtatshëm. Mu duk pak atipike vendosja jonë. Nuk ishim lojtar nga e djathta për shembull, që ishte vetëm Hysaj. Broja kishte pozicion tjetër. Patjetër që trajneri ka një tjetër ndeshje për të bërë. Është vetëm ndeshja e parë e tij. Mua më shqetëson gjithmonë, ashtu si tha Mehmeti, që bëm një ndeshje shumë të mirë. Më shqetëson ky perceptimi i gabuar që këta kanë për ndeshjet. I falet se mosha është e re e tjerë. Po trajneri ishte duhet ta kishte përcaktuar pak më mirë. Ai nuk do thotë që nuk ishte ndeshje e mirë, mora pozitive e negative, por e kishte perceptuar mirë, që kishte marrë mesazhet e duhura. Unë shpresoj shumë në inteligjencën e tij. Personat inteligjentë mësojnë nga humbjet dhe din ta kthejnë në mësim. Janë ata që mësojnë shpejt, që marrin shpejt mesazhet nga skuadra dhe ndeshja. Se objektivat nuk janë të fitojnë miqësoret,
Ne moralisht patjetër na godasin këto, por objektivi ynë është të shkojmë në Europian, tha ndër të tjera Jupi për Supersport. Kombëtarja shqiptare e futbollit është mundur me shifrat 1-0 përballë Izraelit në ndeshjen miqësore të luajtur në Air Albania. Kuqezin u mposhtën me rezultat minimal, edhe pse provuan disa herë të vinin në vështirësi ekipin kundërshtar. Por ashtu si në periudhën e Silvinjos, edhe në drejtimin e trajnerit të ri Rolando Maran, kuqezin të shfaqën sëmundjen e vjetër, ato të 0 gjuajtjeve në 4 këndor. Kuqezint, të mësuar me stilin e kërkuar nga Silvinjo, ku shpesh herë kërkohej të goditej nga jashtë zonës, e kanë të vështirë të gjejnë shënjestrën, dhe kjo vazhdoi edhe në ndeshjen ndaj Izraelit. Sipas të dhënave zyrtare të UEFA-s, kuqezint tentuan 13 gjuajtje drejt portës, me 7 prej tyre që përfunduan jashtë dhe me 6 që u bllokuan nga kundërshtarët. Me pak fjalë, 0 mes shtyllave. Një statistikë që është përsëritur shpesh edhe në të kaluarën me kundërshtarën më të thjeshtë në letër, duke u kthyer në një telash jo të vogël për të zgjidhur për trajnerin Maran, të cilit sigurisht do t'i duhet pak kohë për të gjetur ilaçin për një situatë të tillë. Alen Sherri e nisi titullar te kombëtarja e Shqipërisë, që u mposht me rezultatin 0-1 nga Izraeli. Miqësoria në Air Albania ishte e dyta e portierit Sherri me fanellën kuqezi, ndërsa e para si titullar. Të them të drejtën, duke marrë parasysh situatën tek ekipi, që vjen nga një ekip që jam aktivizuar shumë pak, nuk e prisja të them të drejtën. U mundova të jap maksimumin. Nuk ke nevojë për motiv kur luan për kombëtaren. Unë e provoj për herë të parë sot. Kur luan me kombëtaren, është ndjesi që të ecin këmbët vet, hidhësh vet, është ndjesi komplet tjetër. Më vjen mirë për paraqitjen, por shumë keq për rezultatin. Duke parë dhe lojën, shpresoja shumë që minimumi të merrnin nga kjo ndeshja një barazim. Krijuam shumë raste, kishim mundësi për të fituar ndeshjen, por që u ndëshkuam nga një kundërsulm. I pari që njoftova? Ja them nënës, por me raste, se është pak problem dhe kur ja them dhe kur nuk ja them. Kur nuk ja them, mërzitet që nuk luaj. Kur ja them, ka shumë emocione se do luaj. Këtë herë i thash rrjeqet. Krenar për fëmijën e vet. Është diçka shumë e rëndësishme për familjen tonë. E kam pritur shumë gjatë. Më erdhi në një moment që nuk e prisja, por që jam shumë krenar që ndodhi në vendin tim. Para prindërve të mi, familjes sime dhe djalit tim, është shumë e veçantë për mua. Dhe kjo gjë më bën shumë të lumtur. U shpreh Sherri për Supersport. Trajneri i kombëtares, Rolando Maran, është shprehur pas ndeshjes së tij të parë në stolin kuqezi, se i kishte parashikuar vështirësitë që do kishte ekipi në një proces mësimi, duke u përshtatur me idetë e tij. Një mëkat. Sot shpresoja të merrja një fitore për tifozët, për ne, sepse kur e nis një punë, është mirë ta nisësh mirë. Pjesërisht loja ishte mirë, më pak një pjesë tjetër. Ajo që më pëlqeu ishte ku munduam të bënim ndeshjen, në nivel situatash që kishim shumë, jo gjuajtje. Pastaj humbëm pak ekuilibrin, dhe ky është aspekti ku duhet të punojmë që të mos kemi humbje ekuilibri. Jam dakord se në pjesën e parë bëm më mirë, se kishim ekuilibër sipas meje. Mungoi në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë për të bërë më shumë, humbëm ekuilibrin, dhe aty u bë më e vështirë, se Izraeli është ekip shumë teknik dhe e vështirë ta ndalojmë pa kohën e duhur të presionit. Pozicionet janë të lehta. Duhet të kemi 5 lojtarë në të gjithë sulmin që ndorohen. Nga një anë nga karakteristikat, vendosa lojtarët ku ndjehen më mirë. Vendosa Hoxhën, që ishte më i hapur, të ndorohej me Mehmetin. Nga ana tjetër, kishim Laçin dhe Hysain, që në mbajtje topi duhej të bëhej i pestë. Sipas meje nuk bëm keq në pjesën e parë, por në të dytën, kur e sheh që sa humb ekuilibrin nisin kundër sulm, bëhet më e vështirë. Koha ishte e paktë, por edhe sot më shërbeu shumë të shihja disa situata në fushë, që do jenë mësim për ne. Se unë po mundohem të bëj diçka më shumë, të luaj më shumë në gjysmë fushën kundërshtare. Kjo ka sjellë më pak në disa pjesë të tjera, dhe duhet të gjejmë ekuilibrin. Për fat të keq është humbje. Është më mirë të punosh me fitore, por më dha input mbi aspekte të rëndësishme që të punojmë me këta lojtarë në vijim. Lojtarët janë munduar të bëjnë gjërat që i kanë kërkuar, kanë vënë përkushtimin. Padyshim disa gjëra duhen përmirësuar, por e prisja këtë. Ishte ndeshja më e parehatshme, jo për vlerën, por llojin e kundërshtarit, që janë të mirë në mbajtje topi e që mund të na krijonin probleme me presionin, dhe që duhet ta përmirësojmë. Broja?
Ai duhet të ishte më shumë pikë referimi qendrore, por karakteristikat e bëjnë të lëviz. Sipas meje ai duhet jetë më shumë pikë referimi. Për to ishte hera e parë, ka punuar 3 ditë me mua, ka gjëra që duhet përmirësuar. Por ai u mundua të bënte gjëra që i kërkova, por edhe shkoi të gjente hapësira në krah, se sulmuesi ka nevojë të gjej kontaktin me topin në momentin kur nuk e çoni mnete ai. Janë gjëra që duhet të sistemohen. Nuk mund të jemi lumtur për rezultatin, por për paraqitjen them se pash gjëra pozitive e negative. Ndoshta prisja të punoja me rezultat pozitiv, por mua më ka shërbyer shumë, se më jep indicje se ku mund të punoj më shumë. Mikpritja. Tani kam provat, kam gjetur një mikpritje të shkëlqyer, ndaj nuk jam i kënaqur sot, se ishte e mirë të shpërbleja të gjithë me paraqitje dhe rezultat të mirë. Por e dinim që ishte ndeshje nxemjeje, dhe shpresoj që të shpërblej këtë ngrohtësi që kam marrë deri tani, tha Maram për Supersport. Arber Hoxha ka luajtur sot një ndeshje me Shqipërinë jashtë pozicionit të zakonshëm në të majtën e sulmit, duke qenë më i tërhequr. Kjo është mënyra si trajneri do të luaj. Kishim pak stërvitje me trajnerin e ri, por çdo ditë po ndjehemi më mirë. Nuk kishim fat te goli, goditëm portën, krijuam raste dhe nuk shënuam. Të vëmb? Normale, se besoj se u paraqitëm mirë. Edhe në pjesën e parë krijuam shumë raste. Izraeli nuk kishte shumë raste. Na dënoi në pjesën e dytë me një kundërsulm me top të humbur në sulm dhe normale që dhemb. Momentalisht jam i fokusuar këtu. Pjesën e transferimit nuk e kam në mendje se ndjehem mirë edhe ku jam. Nëse është kismeti të bëj një lëvizje këtë verë, do e bëj. Nuk e di. Të them të drejtën, nuk kam dijeni për asgjë, tha Hoxha për Supersport pas ndeshjes. Anis Mehmeti foli pas ndeshjes që Shqipëria humbi me rezultatin 0-1 ndaj Izraelit. Sulmuesi i kombëtares tha fjalën e tij nga stadiumi Air Albania. Shumë mirë u ndjeva. Nuk më pëlqejnë intervistat. Besoj se kemi bërë ndeshje shumë të mirë. Më erdhi pak keq se nuk bëra golin në minutën 2. Duhet ta kisha bërë patjetër. I ngarkuar? Nuk besoj. Është thjesht momenti. Kur ma dha krosimin Hysaj, nuk e pash. Erdhi me pak vonesë. Ndoshta duhet ta godisja me kokë. Roli? Fazën defensive e bëja si sulmues. Kur ishim me topin, isha si numër 10, por majtas. Se Arber Hoxha ishte sulmuesi i krahut dhe unë isha në rolin e 10, por majtas. Laçi në rolin tim dhe Hysaj me topin shkonte djathtas. Ky është pozicioni i preferuar. Ose sulmuesi i krahut, majtas. Premier League? Jam gati. Kam punuar për këtë moment. Shpresoj të jap maksimumin. Ëndër të luash në Premier League. Jam shumë i gëzuar dhe jam gati. Ndryshimi në stol? Me këtë trajnerin e ri, kam ecur mirë. Sot fillova në formacion dhe po vazhdoj. U shpreh Mehmeti për Supersport. Kristian Aslani foli pas ndeshjes që Shqipëria humbi 0-1 ndaj Izraelit. Miqësorja u luajt në stadiumin Air Albania. Ka qenë shumë pozitiv. Trajneri është shumë rob i mirë, do pressing të lartë dhe agresivitet. Kemi pasur vështirësi në pjesën e parë, sepse ishin me 2 mesfushor dhe unë me Ramadanin ishim pak do dalim apo jo. Në të dytën, gati shkuam 1-1. Na vjen keq. Pësuam atë gol dhe na vjen keq sepse besoj kemi bërë ndeshje të mirë sot. Zgjedhjet i bën trajneri, por të gjithë çunat janë gati. Është shumë e vështirë të luash 2 ndeshjet e fundit, kur ka mbaruar kampionati. Jemi stërvitur të gjithë mirë. Tani, presim Luksemburgun. E ardhmja? Nuk e di. Beshiktashi ka të drejtë blerje deri më datë 15. Jam gjetur shumë mirë atje, kam luajtur të gjitha ndeshjet. Shpresoj të ri atje. Nuk i dihet. U shpreh Aslani për Supersport. Elseid Hysaj ka qenë përsëri protagonist në të 2 fazat e lojës për kombëtaren shqiptare në ndeshjen ndaj Izraelit. Të them të drejtën, kur luaj me fanellën e Shqipërisë, është objektivi të jap maksimumin derisa të kem fuqi, dhe kështu do të vazhdoj derisa t'ja dal. Ky është një trajner i ri, ka ide të reja, që besoj me kohën do sistemohen, se kemi pasur vetëm 4 ditë kohë që të rregullojmë aksione mbrojtëse e sulmuese. Por është pozitiv, sheh një lojë më sulmuese se sa kemi bërë më parë. Shpresoj që të gjitha të ndihmojmë që të jemi më mirë për ndeshjet e radhës. Tensioni? Futbolli kështu është. Unë nuk kam qejf të bëj këto skena. Por në momentin që pash lojtarin me gishtin në buzë duke u thënë tifozëve të pushonin, është impuls momenti.
kërkoj falje. Janë gjëra që ndodhin në futboll. Shqyr nuk ndodhi asgjë e rëndë. Unë jam pa kontratë, jam 2 ndeshje për këtë vit. Pastaj kam folur me menaxherin, po punon, do gjejmë situatat më të mirë, më të vlefshme dhe pastaj do tregoj. Se për momentin nuk më ka thënë as mua diçka. Tha Hysaj për Supersport pas ndeshjes. Rolando Maran debutoi me humbje te kombëtarja shqiptare. Kuqezinjtë u mposhtën me rezultatin 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania. Golin e vetëm të miqësores e shënoi Oskar Gluh në minutën e 73. Maron mund të ngushëllohet me faktin që 2 trajnerë që shkruan historinë me Shqipërinë, po ashtu debutuan me humbje. Fillimisht, Gianni De Biasi, që njihet edhe si Miki Maran, ishte në stol për një miqësore në ndeshjen e parë. Shqipëria u mposht në transfertën e Gjorgjis me rezultatin 2-1. Ishte shkurti i vitit 2012. De Biasi më pas u bë trajneri i parë që dërgoi Shqipërinë në një kompeticion si Europiani. Trajneri i dytë që u bë pjesë e historisë me kuqezinjtë ishte Silvinho. Tekniku brazilian po ashtu debutoi me humbje, ndërsa kombëtarja humbi 1-0 në transfertën e Polonisë. Ishte marsi i vitit 2023. Silvinho jo vetëm shkoi në grupet e një Europiani, por edhe udhëhoqi Shqipërinë në play-off të botërorit. Shqipëria e ka nisur me humbje etapën e saj në drejtimin e Rolando Maran, e mposhtur me shifrat 1-0 në Air Albania nga Izraeli. Në një ndeshje ku Maran kishte zgjedhur ta niste me Mehmetin në sulm për krah Brojës dhe Hoxhës, ishin kuqezinjtë që kishin iniciativën pikërisht fal lojtarit të ri në repartin e avancuar, pasi ai tentoi disa herë të gjente rrjetën. Por kuqezinjtë nuk ja dolën të shënonin në një ndeshje që kishin mjaft mirë nën kontroll. Por një zbritje e shpejtë në të majtën e Glouh dhe një diagonale e tij në shtyllën e largët, gjeti të pavendosur mirë prapavjen kuqezi dhe solli golin e vetëm të ndeshjes. Kjo pasi pavarësisht ndryshimeve të Maran, Shqipëria u shfaq më pas rrallë herë rrezikshëm në sulm, duke mos krijuar shkëndijën që pritej për të barazuar rezultatin, pavarësisht dëshirës që shfaqen kuqezinjtë.